Lëvizja vetëvendosje si parti fituese në zgjedhjet e nënshkurtit ka siguruar 48 ulëse në kuvendin e Kosovës, por ato nuk mjaftojnë për votimin e kryetarit dhe nënkryetarëve të kuvendit, si dhe për formimin e qeverisë që kërkon të paktën 61 vota. Sa u përket koalicioneve, lëvizja vetëvendosje ka thënë se preferon ta formojë ekzekutivin me disa nga partitë e komunitetit jo shumicë, të cilat kanë 20 ulëse të garantuara në kuvendin e Kosovës. Komunitet Pakicjo Serb kanë 10 ulëse, ndërsa lista serbe ka fituar 9 nga 10 ulëset që i takojnë komunitetit serb. Kryeministri në detyrë i Kosovës, njëherësh kryetari i lëvizjes vetëvendosje, Albin Kurti, të mërkurën ka nisur takimet me partitë politike të Pakicave për të konsultuar rreth formimit të qeverisë së re të vendit. Ai është takuar me kryetaren e Partisë së Re Demokratike nga komuniteti bosnjak, njëherësh zëvendës kryeministra në detyrë, Emilia Rexhepi, me kryetaren e Partisë për Liri, Drejtësi dhe Mbjetesë nga komuniteti serb Nenad Rashić dhe kryetaren e Partisë Iniciativa e Re Demokratike e Kosovës Elbert Krasniqi. Gjatë së njëjtës, Kurti ka vazhduar takimin me përfaqësues të tjerë të partive jo serbe. Më 30 mars, ai paralajmoi mundësinë që kuvendi dhe qeveria e Kosovës të formohen brenda një dite. Madje jo rrallëherë është raportuar se lëvizja vetëvendosje ka siguruar edhe disa vota për formimin e qeverisë së re nga disa deputetë të partive të tjera shqiptare. Mirëpo, sa janë gjasat që lëvizja vetëvendosje të formojë qeverinë pa koalicion me ndonjë nga partitë opozitare? Njohësi i çështjeve politike, Gani Mehmeti vlerëson se Kurti do të formojë qeverinë. Madje ai tha se nuk ka nevojë që lëvizja vetëvendosje për partitë opozitare, pasi mund t'i marrë vetëm disa deputetë të partive të tjera. Mendoj se pas certifikimit të zgjedhjeve të nënshkurtit 2025 në Kosovë, Kurti do të arrijë të formojë qeverinë dhe pa koalicion me ndonjë nga partitë opozitare, të cilat kanë vënë blok Kurtit. Albin Kurti do të lidhë koalicion me ndonjëri nga deputetët e një apo disa partive dhe do të vijë deri atje sa të formojë qeverinë. Unë e shoh këtë mundësi të lëvizjes vetëvendosje, nënvizoi ai. Megjithatë, analisti potencoi se nëse do të bënte koalicion me LDK-n, do të kishim një qeveri stabile. Por më së miri do të ishte koalicioni me LDK-n, sepse do të ishte një qeveri më stabile, siç po thuhet, dhe se plotësisht në numra të mjaftueshëm për formimin e qeverisë Kurtit të re, përfundoi Gani Mehmeti për bota sot. Kurse opinionisti Milazim Maraj u tregua më kritik për qasjen e partive politike për formimin e qeverisë së re. Ai tha se duket që tani janë vënë në radhë të parë interesat personale dhe jo interesat shtetërore. Përsëri doli në rend të parë interesi për pushtet dhe mbetet në rend të dytë interesi për shtet, që na duhet aq shumë, veçanërisht në këtë situatë gjeopolitike mjaft të turbullt, duke pasur parasysh se asnjë parti nuk ka numër të mjaftueshëm të votave për të themeluar qeverinë e Kosovës si e vetme, do të duhej që pa humbje kohe të gjendet një parti tjetër për koalicion. Këtë gjë po e pengon gjua e pa kontrolluar dhe fyese e kryetarit të lëvizjes vetëvendosje gjatë edhe pas zgjedhjeve ndaj homologëve të partive të tjera shqiptare në Kosovë. Tani rruga për të korrigjuar atë që e krijoi kjo gjuar miqësore nuk po kërkohet, përkundër arsyes që të mos luhet me fatin e atyre që votuan. Maraj në një bashkëbisedim për bota sot, ndër të tjera foli edhe për takimet dhe bisedimet që Kurti po zhvillon me partitë e komuniteteve dhe deputetët e mundshëm. Sipas informatave që dalin në shtyp dhe në mjetet tona të informimit, duket se ka pas tendencë që lëvizja vetëvendosje që të bisedojë me deputetë subjekteve të tjera të partive politike dhe jo me kryetarët e këtyre partive. Kjo është kryeneçësi